بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga veprat e zemrës, e që neve në 4 derset e kaluara kemi fol rreth dashurisë për Allahun e lartësuar, ndërsa sot do të dalemi tek një punë e re apo një vepër e re e zemrës, e që kalimti i kem shpjeguar apo e kem përmend edhe tek dashuria për Allahun, që ajo është rrajau ose shpresa. Shpresa është vepër e zemrës me shpresu njeriu, me shpresu besimtari në mëshirën e Zotit të tij, në falje dhe në të gjitha që neve do i shpjegojmë me lejen e Allahut të lartësuar, e që kem thënë kalimti që rrugtimi i zemrës së robit për tek Allahu i lartësuar do të jetë mes frikës, shpresës dhe dashurisë për Allahun xhalla xhalaluhu. Janë komponentat të cilat besimtari duhet t'i ndjekë në mënyrë që rrugtimi i tij të jetë i sigurt drejt Zotit xhalla wala. Ar-raja'u ose shpresa në aspektin gjuhësor të dashur lezër vjen nga fjala rajawa, allati tadullu ala al-amal. Në aspektin gjuhësor rrjedh nga fjala rajawa, që do të thotë dëshirë, që do të thotë me pas dëshirë njëri, me pas qef me ndodh diçka. Është e kundërta el-ya's, e kundërta e dëshpërimit. Shpresa është e kundërta e dëshpërimit edhe e humbjes së shpresës. Ndërsa në aspektin shariatik do të thotë an-nadharu ila si'ati Allahi, si'ati rahmetillahi subhanahu wa ta'ala. Me shiku në gjerësinë e rahmetit të Allahut të lartësuar. Në aspektin shariatik do thotë me shpresu në gjerësinë e rahmetit Zotit xhalla xhalaluhu, gjithashtu është huwa ta'ammulul khair wa qurbu wuqu'ih. Me pas dëshirë me ndodh një hajër dhe me shpresu që ai të jetë shumë afër. Kjo është shpresa në aspektin shariatik. Ose lidhja e zemrës me diçka që ti shpreson me arrit në të ardhmen. Mirë po, kjo ndodh vetëm te besimtari. Me pas njeriu shpresë, nuk ndodh te jo muslimanit, te jo besimtari, nuk ndodh. Nuk ndodh me pas shpresën e Allahut azza wa jalla. Për arsye se kjo është veçori e muslimanit që gjithmonë kur nuk i humb shpresat në Allahun e lartësuar. Sepse Allahu xhalla wa ala thot: "Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Jo besimtar, tarjuna min Allah, shpresoni në Allahun që ata nuk shpresojnë. Po ne shpresojmë në faljen e Zotit, shpresojmë në rahmetin e Allahut, shpresojmë që Zoti do të bënë mëshirë mbi neve, na i bën të ardhmë më të mirë. Ndërsa të tjerët la yarjun, thot Zoti, nuk shpresojnë. Ata mundohen në forcat e veta të arrijnë gjëra të cilat nuk munden me arritet se me lejen e Zotit. Gjithashtu thot Allahu i lartësuar: "Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Thot Allahu për besimtarët, ata të cilët yatluna kitab Allah, e lexojnë librin e Zotit, pra Kur'anin famlar, wa aqamu s-salata, dhe falin namazin, dhe dhan nga ajo që ne ju kem dhënë atyre, nga pasuria e tyre, ju ndihmojnë të tjerët, yarjuna tijaratan lan tabur, thot Zoti. Ata dhanë edhe haptaz, edhe fshehtaz, shpresojnë në një tregti që s'ka humbje. Shpresojnë në një tregti që s'ka humbje. Pra kjo ndodh vetëm besimtarit, i cili punon dhe shpreson. Punon dhe shpreson në rahmetin e Allahut xhalla wa ala, dhe nuk është prej atyre njerëzve të cilët nuk punojnë dhe shpresojnë. Për arsye se shpresa ka dallim prej dëshirës. Në Islam, ar-raja do të thotë shpresë, at-tamanni është dëshirë, temenami ba vetis, të populli.
Temeno është në gjuhën arabe. I çka është shpresa? Thot Imam Zarqashi rahimahullahu ta'ala, at-tarajji thot e yakuna illa yakun illa fil mumkinat. Shpresa thot nuk është vetëm se në gjëra të arritshme. Në gjëra që njeriu mundet mi arrit, edhe i shpreson ato. E temenni ose temeno me bo, thot la yakun illa yadkhulu fihi al-mustahilat. Thot futen në to gjërat të cilat janë të paarritshme. Futen gjërat e paarritshme. E ne shpresojmë, shpesh ne si popull jemi interesant, kem dëshira pa punë. Kem qef me ndodh diçka, po s'punojmë. Kjo nuk ka të bëjë me Islamin. Rajaja, shpresa, është kur ti punon dhe shpreson në rezultat. Dërsa dëshira është kur ti s'punon fare hiç, edhe shpreson pasaj në rezultat, dëshiron. E arabët e ka një shembull interesant, thojnë, ala lejt ash-shababi yaudu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Dhe të sigur kthehet rinia edhe një herë, e do t'i tregoja se çka i ka bë plesnia. A kthehet rinia? Kur nuk kthehet. Ai që e ka hënë rinin, mo nuk i kthehet. Pra dëshira ekziston, po s'ka mundësi mo arrit suksesi. Sepse nuk arrihet suksesi vetëm me dëshirë e cila jetë në mendje pa punë. Jetë në mendje po pa punë. E Allahu Jalla wa Ala na tregon dhe thot në librin e tij Fisnik. Inna alladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Allahu po na tregon se kush shpreson rahmetin e Zotit. Cilët janë ata njerëz që duhet me shpresuar rahmetin e Zotit? Thot janë ata të cilët besuan. Inna alladhina amanu, e kem thonë që kur themi kam besu, o jo të cilët keni besu, ata të cilët kam besu, e ka për qëllim 5 shtyllat e imanit dhe 5 shtyllat e islamit dhe 6 shtyllat e imanit. Shahadetin, namazin, zeqatin, agjerimin, haxhin, 5 shtyllat e imanit, e islamit. 6 shtyllat e imanit, besimin e Allahut, në melajket e tij, në librat e tij, në pejgamberët e tij, në ditën e gjykimit dhe në qadon dhe kaderin. Kur themi Allah azza wa jalla kur thotë ja ayyuha alladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Inna alladhina amanu, ata të cilët kanë besu. Pra janë ata që i çojnë në vend 5 shtyllat e islamit dhe të imanit. Pastaj thot Zoti wa hajaru, walladhina hajaru, dhe ata të cilët kanë bërë hijret, i kanë lënë shtëpiat e tyre, janë largu për hir të Zotit, wa jahadu fi sabilillah. Edhe kur ka ardhur koha kanë luftuar në rrugën e Zotit Jalla wa Ala, ulaika yarjuna rahmatallah. Këta janë që shpresojnë në rahmetin e Zotit. Këta janë që shpresojnë në rahmetin e Zotit. Pra, e jo me mashtru veten, ulema islam i thonë, wal mughtarrun, e ata që e mashtrojnë veten, cilët janë? Thot innal ladhina dayya'u awamirahu wartabakabu nawahihi. Janë ata të cilët i kanë lënë urdhrat e Zotit, nuk i kryjnë, as falen, as agjerojnë, as kur një obligim nuk e kryjnë Zotit, wartakabu nawahihi, edhe i bajnë të gjitha haramet që Zoti i ka ndalu, wattaba'u ma asqatahu, edhe bëjnë punë që e meritojnë hidhrimin e Allahut, watajannabu ma yurdihi, dhe largohen nga punë që Zoti i don, ulaika yarjuna rahmatullah. Këta thotë shpresojnë në rahmetin e Zotit. Ta janë të mashtruarit. Ta janë ata që kanë dëshirë, jo që kanë shpresë. Ata që kanë dëshirë, po dëshira e tyre është e rrejshme. Kjo është rënë nga shejtani mallkuar. Allahu Jalla wa Ala na urdhëron që ne të punojmë dhe të shpresojmë në faljen e Tij. Nuk na thot që ne të rrim, të kem dëshira të cilat janë të parealizueshme dhe pastaj ta shpresojmë rahmetin e Zotit. Jo, kjo është mashtrim pe shejtanit. Allahu Jalla wa Ala mund t'i falë robërit e Tij, po ka vendosur edhe rënd dhe lipsh. Ai që punon shpërblehet, ai që nuk punon nuk shpërblehet. Pun. E shpresa, rajaja, është që lidhur ngusht me punën, është e lidhur ngusht me punën. E dëshira është ajo që ka dëshirë njeriu, po nuk punon. I jetë vetëm në mendje pa punë. Kjo nuk arrihet asgjë. Për këtë ata që kanë dëshirë thonë sikur.
Ndërsa ata që kanë shpresë thonë ndoshta. E kjo ka dallim. Kur punon njeriu dhe thotë ndoshta Allahu na i pranon. Kur e fal namazin thotë ndoshta Allahu na i bën kabull. E jo sikur ai që ka dëshirë më fal thotë sikur të falsha, ndoshta Allahu do më pranonte. Ama sikur jetë dëshirë. Prandaj ne si popull kem qef shumë me pas dëshira, mirë po jo dhe punë, se kem qef punën. Kem qef me punu për dynja 24 orë, për dynja 24 orë me punu dhe tani jep hoxhës ders, do ta ga hoxh puna farzë. Ama kur thot duhet më u fal me xhiru dhe me punu për botën tjetër, po Allah e ka rahmetin e madh. Kjo është dëshirë, nuk është shpresë. Dëshira e rrejshme. Allahu ka rahmetin e madh shumë, po ka dënimin e rënd. E ka dënimin e rënd. Ai për neve i ka bë obligim në mënyrë që ta meritojmë shpëtimin dhe rahmetin e tij. Për këtë arsye, shpresa është vepër e zemrës që robi e lidh ngushtë me punën. E lidh ngushtë me punën e tij. Për këtë shkak të dashur Allahu thotë një problemat i Islamit min alamat as-salah. Rishanjeve që ti në rrugën e duhur je mirë. Është an tuti'a wala wa takhafu an la tuqbal. Rishanjeve që ti në rrugën e duhur është që ti je me qenë i bindur ndaj urdhrave të Zotit, me i kry obligimet e Zotit, edhe duke u friksu se mos nuk ti pranon Zoti. Kjo është shaj që ti në rrugën e duhur. I kryen obligimet e Zotit, edhe friksohesh apo i pranon Zoti apo jo. E prej shenjave të fatziut, që s'është në rrugën e drejtë, thot an ta'si wa tarju an tanju. Thot është që ti i bën gjëna Zotit e shpreson me shpëtu. Edhe dëshiron me shpëtu, ama nuk pendohesh kurrë. Kjo është dëshirë e rrejshme. Kjo është me të mashtru shejtanin pikë ditës. Që ti, edhe unë edhe ai tjetri, me i bën gjëna Zotit non stop, mos më u pendu kurrë, mos më u largu kurrë, edhe me shpersu dhe me thonë, hajde se rahmeti Allahut është i madh. Edhe me i këshyrë tjerë du bëve për atë mira, me thonë, hajde se rahmeti Zotit është i madh, jo. Kjo dëshirë e rrejshme. Muslimani punon fort për botën tjetër, çysh punon edhe për dynja, edhe shpreson pastaj në faljen e Zotit. Shpreson që Allahu më ia pranon dhe friksohet që Zoti xhallahu ala ndoshta nuk ja pranon veprën e mirë. Ky është besimtari i vërtet. Kjo është shaj që je në rrugën e duhur. Kjo është shaj që je në rrugën e duhur. Për këtë ulema e Islamit thonë shpresa i përbën 3 gjëra. Mahabbatu ma yarjuh, dashuria për ato që ti ki qef me arrit. Dashuria për ato që ki qef me arrit. A ki qef me shku në xhenet? Ki qef me shku dëshirë, e don fort me shku në xhenet. Pastaj, el khawfu min fawatihi. Frika se mos pe humbate. Frika se mos pe humbate. Ky është njëri që është shpresdhënës dhe shpreson shumë. E don me arrit suksesin, friksohet që mos pe i humb suksesin, sa'i fi tahsilihi, edhe vrapon, punon për me arrit suksesin. Kjo është ai që shpreson. Thonë njeriu e don me shku në xhenet. Shumë don me shku në xhenet besimtari. Friksohet që mos pe humb xhenetin e Zotit. Prej frikës që mos pe humb xhenetin e Zotit. Vrapon me punu për me arrit xhenetin e Zotit. Edhe shpreson pastaj që Allah me çon xhenet. Kjo është besimtari i vërtet. Jo ai i cili ka dëshirë me shku në xhenet, ama hec si janë gjetë ka puna heq. Kur i thu fale për se dive, s'pa moj, kur të plakën e falën. A gjera, vallaj, zheg, puna, gazë, 300.000 arsye t'i gjenë. O mësë arsye të onë Allah, s'ka nevoj më arsye të onë, në Islam si jena, si prifta që ti me shku më rëvyt e aj, rëve e Zotit tonë, Allah, shu thuj Zotit tonë, s'pa gjera. Birin se i ati thuj s'pëdu me një, thuj Zotit tonë, një mu. A guzon mi thonë, a ke arsye me thonë? Jo. A gjanë arsye në esra me thonë përgjigje për Allah? Jo. E pa tërë pse kem dëshirë me shpëtu kur s'pënoj? Po mësë në mashtron shejtani malkuar që ne me ngatru shpresën me dëshirën. Sepse në Islam ka dallim rraja dhe temena me pas. Temenaja është dëshirë. Nuk betet vetë dëshirë mendje, mirë po nuk ka punë, sikur se një shumicë zdërmuesit e popullit jonë që dëshirë kanë fort me shku në xhenet, po hiç si avrejnë me punu për xhenet. Një pakic, në këtu e kemë fshat 200 shtëpia i kemë, jashtë xhumas i kit 5-6 vetë në sat.
Ama kur ta takojsh në rrugë, ai nis me të kallëzo hadithe, edhe ajetet Kuranit. Ma Allah. Praktikën ku e ke. Jo vetëm me tregu me gojë, po me praktik duhet me ardhur deri te rezultati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë men khafa adlaj. O men adlaj balagha al-manzil. Ai që ka frikë thot, edhe natën vrapon thot me arrit në destinacionin e tij. O men adlaj balagha al-manzil. Edhe ai që vrapon edhe natën dhe punon ka me arrit në destinacionin e tij. Pastaj thot ala inna sil'at Allahi al-ghaliya. Malli Allahut thot është i shtrejt. Malli Allahut është i shtrejt. Inna sil'at Allahi al-ghaliya. Pastaj thot ala inna sil'at Allahi al-jannah. E malli Allahut është xheneti. Malli Allahut shtrejt është shumë, nuk blehet kollaja. E malli Allahut kush është xheneti. Hadith pejgamberi Zotit do thot, ai që friksohet, ai vrapon edhe natën me arrit në destinacionin e tij, të suksesi i tij. Edhe natën punon. E ai që punon pra, e arrin destinacionin, e arrin suksesin që e ka. Edhe po thot, malli i Zotit është shumë i shtrejt. Duhet me punu edhe natën, edhe ditën 24 orë me arrit, sepse xheneti i Zotit është i shtrejt. Mi thonë dikujt marrë një villë ose ble një villë, thotë, valla i shtrejt, për 1 milion. Malli i shtrejt. A mo e dynjas, e botës tjetër xheneti i Zotit, a paguhet me pare? Jo, s'paguhet. E Allah po thotë, kryeni obligimet e Zotit, ndaloheni nga mberesat e tij, e meritoni rahmetin e tij, edhe Allahu xhalla wa ala këtë mall ja ushet lirë pastaj. Ja ushet lirë. Hynin to pastaj shumë lirë. Sepse Allahu xhalla wa ala kur e sheh përpjekjen e robit, ja shumë fishon veprat. Për këtë edhe e kalon se vapët shumë. Një vepër e bën të mirë, ti shkruan 10 deri 700. Se e di që malli është shumë i shtrejt, zblehet me çato. Ta shton shpërblimin. Një vepër të mirë me fal. Ti jep 10 deri 700. Një të keqe, një ta shkruan. Një namaz me fal. Ti shkruan sa 10 që i ke fal. 5 dite, 50 i shkruan. Një ditë agjerim me agjeru na file. Vullnetar. 70 vite ta largon ftyrën nga zari i xhenamit. Paguhet shumë. Dërsa një ditë farz të Ramazanit, nuk e di shpërblimin vetë se Allah. Më thonë, ai të ka thonë, puno ti pak, muno bre pak, veç muno pak ti. Pastaj shpreso, ama mos jetët në temenave dëshirë kjo punë. Po du me shku në xhenet, po kom qef me shku në xhenet. Po anite se kitë kem qef, po hajde zbashku të punojnë. Sepse pejgamberi po thotë, malli i Allahut është i shtrejt, Allah. Xheneti i Zotit është i shtrejt. Nuk blehet të nejnë kokër shpinës. Nuk fitohet duke nejnë kokër shpinës. A i këtu në dynja mi thonë dikoni, arre se ka me tarë malli i vetët. Jo, ba nga ojtë, s'ku ke mirë. Qysh djenë roga të nejnë kokër shpinës. Du të me dalë me punu e farzë puna. Mirë dhe, pa xheneti i Zotit, a fitohet të nejnë kokër shpinës? A fitohet vetëm me temenaja dhe me dëshira? Apo shpresohet mu fitu pasi të punojmë? Shpresohet mu fitu pasi ne të punojmë, sepse për qenjave të rrugës së drejtë është që njeriu punon, shumë punon për botën tjetër dhe friksohet se mos Allahu i lartësuar nuk ja pranon pendimin. Për këtë Allah azza wa jalla thotë innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, ata të cilët ndaj madhnisë së Zotit janë falënderues dhe ja kanë frikën atij. Pastaj thotë walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, edhe ata që në ajetet e Zotit, në argumentet e tij besojnë. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, edhe ata të cilët nuk i bojnë shoq Zotit në adhurim. Walladhina yutawna ma ataw wa qulubuhum wajila, edhe ata të cilët nga pasuria e tyre në dhon për hir të Zotit dhe zemrat e tyre janë të friksuara se mos nuk i pranohet, annahum ila rabbihim raji'un, dhe e dinë se kanë më kthy te Zoti i tyre. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Këta njerëz të bojnë gara në vepra të mira.
bëjnë gara në vepra të mira, edhe këta shpresojnë me arrish shpërblimin e Zotit. Kur e kanë dëgjuar këtë ajet Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë i dërguari i Allahut, kush këto kanë ta njerëz që shumë po punoj kanë, shumë po munoj kanë, a kanë bërë gabime çast shumë që këta duhet me arrit këto, a mos janë ata që pinë alkool, që bën zina, që vjedhin, që bën e tash po dojnë më? Jo, ka thonë, s'janë këta. S'janë këta. Ka thonë, janë ata të cilët alladhina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum. Jo, s'janë ata. Thotë janë ata të cilët yasumun, agjerojnë, yusallun, falen, yatasaddaqun, dhon sadaka shumë. وهم يخافون edhe këta friksohen alla tuqbala minhum, që nuk ju pranohet. Friksohen se mos nuk e kanë bë mirë edhe boll, edhe këta pastaj friksohen nga Zoti se mos nuk ju bën kabull veprat e tyre, ulaike alladhina yasari'una fil khairat. Këta janë ata që bëjnë gara në vepra të mira. Këta janë ata që bëjnë gara në vepra të mira, të dashur vëllezër besimtar. Prandaj muslimani duhet të shpresojë në fitimin e xhenetit. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala thot, muslimani i cili shpreson në shpërblimin e Zotit është ai i cili friksohet se mos me humb xhenetin. Muslimani i cili shpreson me shku te Zoti me rahmet dhe me mëshirën e tij dhe me fitu xhenetin e tij, është ai i cili friksohet se mos me humb xhenetin. Dhe pastaj jep dy shembuj interesant. Shembulli i parë thot njeriu i cili punon dhe i cili s'punon. Shembulli i njeriu që punon thot për ahiret dhe shpreson në rahmetin e Zotit, do të thotë ai sikur se shembulli i njeriu që martohet. Njeriu i cili martohet thot veshet mirë, rregullohet mirë, edhe rrin te shtëpia e fshin shtëpinë e tij, përgatitet me nusja. Nusja e cila thot shkon te burri, thot përgatitet mirë, i gjen teshat më të mira, mundësisht edhe ekstrajta. E largon çdo papastërti nga trupi. Edhe shikon se mos po plonoset rrugës. Edhe rrugën ka hecë fshin. Edhe shkon thot te destinacioni i saj. E kur mrin aty thot i hapën dyert, i dëshirohet mirëseardhje, i bëhet venin kryet venit. Ky është ai i cili thot punon, edhe gjatë rrugës e pastron veten e tij, dhe shikon në veprat e tij mos po hyn ndonjë gjë e gabuar, dhe shpreson pastaj në rahmetin e Allahut, e Allah ja hap dyert. Ndërsa e kundërta me të kundërtën, ai i cili thot dëshiron punë të mira, po s'punon thot i ngjason asaj nusës e cila ka me shku thot, i vjen koha me shku thot te burri në destinacion, ajo thot s'përgatitet fare hiç, përkundrazi thot gjuhet në lloç, përlyhet me të fleqt, në falën e shpreje, edhe nuk qep parfum edhe bëhet njëri shkret. Kur shkon të shtëpia thot, aja hap derën aja apo aja përzen? Përzen. Kështu thot është me njeriu i cili dëshiron me hyrë në xhenet po s'punon hiç. Ai hapën dyert, si hapa se ka përly veten në udhës. E ka përly veten në udhës me gjëra të dyta, me gjunahe, nuk u shpendu me vepra të liga. Për këtë arsye muslimani duhet me shpresu në rahmetin dhe mëshirën e Allahut, pasi që ta jep maksimumin në punë. E jo me pas dëshira të cilat mbeten vetëm në mendje, po jo edhe në praktik. Sepse ne i ngjasojmë një sekte të devijuar murxhiave të cilët ata thonë veç tu që e ku besu Allahun edhe rrera ati se me Xhebrailin që të ngati jena. Ti edhe Xhebraili që të ngati jena me iman. Amo heq punës nuk ja vret. Ja, ma vllai dash. Pa punu nuk ka. Pa punu në këtë botë s'ka gjithashtu. Po pa punu për botën tjetër nuk ka. Shpresa arrihet vetëm atëherë kur njeriu punon në maksimal, pastaj shpreson dhe ka frikë që Allah nuk ja pranon, sepse shpresa ose rajaja është vepër të veprave të zemrës, të cilët shumë besimtarë e kuptojnë gabimisht, sepse ka dallim mes temenni edhe rajas. Rajaja është shpresë e cila lyp punë, temenni është temenaja e cila është dëshirë, mirë po s'ka që e punën rrin shpejt dhe pa punë.
Kjo ka dallim shumë dhe muslimani nuk gëzon të jetë në të dytën, por në të parën, duke lutur Allahun që ta bëj për atyre që shpresojmë në rahmetin e Allahut dhe të na mundsoj punën në vepra të mira dhe Allahu xhallahu ala të jetë i kënaqur me neve, të na hap dyert të qiellit, dyert të rahmetit, dyert të mëshirës, dyert të begatisë, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.